jam fatmave dhe Zoti më do fort. Sepse gjithmonë kam menduar pozitivisht dhe shpesh herë kur dëgjoj ndonjërin që thot, "Ua, si e bër", thot, "Moj Nora", thot, "Po të jam bërë rrudhat në qafë". O sa i dua këto rrudha sepse kam jetuar. Po, moj Nora thot, "Pse e ka ta ndisur kështu?" Jo, këta që thon këtë Nora, të betohem që nuk shojnë mirë nga syt. Këta njerëz që shkojnë te okulisti. Jo, më elegantja që mund t'ju them unë këtyre njerëzve. Jo, nuk kanë faj ata se në fakt realisht rrudhat kanë dalë. Po jo, moj Nora. Por unë kur mendoj çfarë kam kaluar, po ti nuk e merr me mend them çfarë bekimi janë rrudhat më njerëz, se tregojnë që unë kam kaluar sfida të tilla që pak njerëz mund t'i kalojnë dhe prandaj të them që unë vdekje nuk e kam frikë. Sepse unë mendoj që kur të përgatitem për të shkuar në botën fundore dhe botën e amshuar që quhet, atëherë unë do ke mbaruar dhe disa detyra, sepse kur erdha këtu Zoti më solli për të kaluar sfida dhe prova, dhe unë kalova shumë sfida dhe prova. Prova të shëndetit tim, që po i kaloj dhe sot, sepse i kalova dhe në periudhën e Covidit, pra, mbas gjithë i kalvarit të gjatë të vështirë. Pra, e kaluam operacionin e parë, ti u rikuperove dhe u shërove apo ishe në mjekim? Jo, kur erdha në Shqipëri isha në mjekim, bëra të gjitha gjërat që bëhen në atë kohë, ram flokët, u lindën flokët, u bëra e bukur, u shëmtova, të gjitha këto. U shfryva, u dobësova shumë, rash 25 kg për një herë, pastaj më tha vetëm një terapi. Nëse ti do ta duash veten tënde, ti duhet bësh gjërat që ti do dhe që ty t'japin energji. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.